Gjetja e vijës melodike në tekst. Kjo është e dyta. Jo, ato nuk mund ta bëj. Oh, prit pak. Prit, ato mund ta bëj apo jo? Nancy, a është ky një çelës basi? Duket si ndonjë substancë embrionike. Prit pak. E dini se si ta bëni këtë? Çelësi i solit dhe çelësi i basit apo diçka e tillë? Dakor. Le ti fshim fare. Ja cila është ideja. Po, vizatova 3 gjëra dhe asnjëra prej tyre nuk ishte mjaft e mirë. E kuptoj. Gjetja e vijës melodike në një pasazh është ajo që duhet të bëni. Disa prej jush janë tifozë të muzikës. Ne të tjerët që nuk i kemi stërvitur veshët ashtu si ju, ne thjesht po dëgjojmë nëse mund t'i kapim fjalët ose ndoshta vijën melodike. Kurse ju jeni ulur aty dhe po i përjetoni gjërat vetë, duke e dëgjuar tingullin nga lloj-lloj altoparlantësh. Ju thoni, a e dëgjove atë atje, atë tingullin nga boksi i basit? Dhe personi i zakonshëm ju thot, jo, nuk e kam iden se për çfarë po flet. E po, ai nuk ishte boksi i basit, ai ishte boksi i metalit. E kupton? Dhe personi ja kthen, dakord, në rregull, unë thjesht po përpiqem të dëgjoj vijën melodike. Ti ulu aty në cep dhe bëj si të dëshirosh, dakord? Teologët dhe mësuesit e Biblës përballen me një rrezik të madh. Pra ne përballemi me një rrezik të madh, me rrezikun që të bëhemi tipa të fiksuar pas hollësive të muzikës, dakord? Bashkësitë tona po përpiqen të gjejnë vijën melodike. Për çfarë bën fjalë gjitha kjo? Thon ata. Dikush i shkruan një letër shokut të tij dhe i thot: "Të njëjtën tjetër do të vijë në San Antonio dhe do të takohemi për darkë." Letra përmban edhe lloj-lloj informacionesh të tjera të rëndësishme, por shtesë, ku thuhet se si ishte kushëriri i tij dhe se si kohët e fundit ishte diplomuar nga Universiteti në Dallas e kështu me radhë. Mirë po, mesazhi thelbësor i letrës është ky: të njëjtën tjetër do të vijë në San Antonio dhe do të takohemi për darkë. Kjo letër zbulohet vite më vonë dhe njerëzit marrin doktoratura me tema të ndryshme në lidhje me emrat e mbesave dhe për hollësi të tjera të parëndësishme. Mirë po, të gjithë atyre u shpëton vija melodike dhe merren me gjithë ato elemente të tjera. Tani, për shembull, le të shkojmë te një pasazh shumë i drejtë për drejtë. Te letra e parë e Korintasve 15:1, ku thuhet: "Ky është ungjilli, është themeli mbi të cilin ne ndërtojmë, dhe përpjekjet tona duke tepruar për herë në veprën e Zotit." Ndërsa te vargu 58 e marrin shtysën e tyre nga ungjilli. Kjo është vija melodike e 1 e Korintasve 15. Ajo që e mbështet të gjithë këtë është e vërteta e ringjalljes. A nuk po thot këtë gjë Pali? Bëj mirë që ta shoh vetë. Letra e parë e Korintasve, kapitulli 15. Tani o vëllezër, po ju bëj të ditur ungjillin që ju kam predikuar dhe që ju e keni marrë dhe në të cilin ju qëndroni, me anë të cilit ju edhe shpëtoheni nëse do ta mbani fjalën që ju kam predikuar, veç nëse besuat kot. Shkoni te vargu 58. Prandaj, o vëllezërit e mi të dashur, qëndroni të fortë e të patundur, duke tepruar për herë në veprën e Zotit, duke e ditur se mundi juaj nuk është i kot në Zotin. Cila është vija melodike? Ungjilli mbi të cilin qëndrojmë. Prandaj, ai i përdor 56 vargjet e ndërmjetme për të theksuar themelin, vërtetësinë historike të gjithë kësaj, në këtë fakt të mahnitshëm të ringjalljes. Do të ishte e mundur që të bënim një seri mbi 1 e Korintasve 15. Të flisnim për gjëra të mrekullueshme në lidhje me ringjalljen dhe lloj-lloj komentesh anësore, të cilat janë të gjitha të mira dhe të gjitha biblike dhe të na shpëtonte e gjithë vija melodike. Kjo ndodh nga që njerëzit kapen pas hollësive të tyre. Një lloj me këtë. Cila është vija melodike e letrës së Romakëve? Cila është vija melodike e Romakëve? Romakëve 1? Jo, nuk mendoj ashtu. Romakëve 1. Vija melodike është ungjilli, apo jo? Sepse unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilit do që beson, më parë judeun e pastaj grekun. Sepse drejtësia e Perëndisë është zbuluar në të prej besimit në besim, siç është shkruar: I drejti do të jetoj prej besimit. Dhe çfarë bën ai? Ai shkruan 3 kapitujt e parë për të shpjeguar që të gjithë kanë mëkatuar. Pastaj vazhdon të shpjegojë që të gjithë mund të besojnë. Më pas, në kapitujt 9, 10 dhe 11, ai shpjegon që kombe do të mblidhen mbi bazën e ungjillit dhe pastaj thot: ka disa rrjedhoja praktike për këtë ungjill. Ky është një ungjill që duhet besuar. Është një ungjill që do ta manifestojë veten e vet në sjelljen tonë. Mendoj se kjo e bën mjaft të qartë. Nëse shkoni te 1 e Pjetrit 1, cila është vija melodike atje në lidhje me gjithë letrën e parë të Pjetrit? Ai po u shkruan të krishterëve të shpërndar. Në vargun 10 ai thot: për këtë shpëtim. Në fakt, ky është një libër që flet për shpëtimin, flet për rrjedhojat e shpëtimit.
Ja pse që në fillim, ai u jep besimtarëve 3 fakte që janë të vërteta për çdo të krishterë, që janë zgjedhur nga Perëndia Atë, që janë spërkatur me gjakun e Krishtit dhe që janë shenjtëruar nga fryma e shenjtë. Tani ai thot, dëshiroj t'ju shkruaj në lidhje me natyrën e shpëtimit, se çdo thënie do të ketë kjo për ju, teksa përfshiheni në shtektimin tuaj të krishterë, në një botë e cila është tërësisht pagane. Prandaj, letra e Romakëve është një apologji për ungjillëzimin mbar botror. Nuk është një raft i mbushur me doktrina madhështore. Mendoj se Pali do të habitej paksa nga mënyra se si e zbërthejmë atë dhe nxjerrim gjithë ato gjëra prej saj. Ai do të na thoshte: "Miq, ju nuk e keni kapur fare vijën melodike. A nuk e mbani mend se ç'thash në fillim të letrës kur e shkrova? Kjo ishte arsyeja pse thash që në fillim. Mendova se kjo do të bëhej e qartë për ju. Ungjilli është shpëtimi për çdo që beson. Po flasim për natyrën e ungjillit. Sigurisht që të gjitha këto gjëra përfshihen në të, dhe po e mbitheksoj këtë pikë për t'ju angulitur mirë. Nga Korinti në Chicago. Tani më lejoni të kaloj te një tjetër. Kjo është edhe më e efektshme. Korinti. Ne do ta ndryshojmë në Chicago, që të mos mendoni se po tregohemi shumë provincial. Do të qëndrojmë në zonën e perëndimit të mesëm, pavarësisht nga gjithë miqtë tanë nga Kalifornia, të cilët jemi të gëzuar që i shohim. Dakord? Ja cila është ideja. Si mund të arrijmë në Chicago me materialin që gjejmë te 1 Korintasve? Së pari, duke shkuar në Korint. Letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 2. Sepse vendosa që të mos di tjetër gjë ndër ju, veç Jezu Krishtit edhe atë të kryqëzuar. Kishin kaluar 4 vjet nga largimi i Palit, dhe Korintasit ishin larguar nga kryqi dhe nga ringjallja. Prandaj, ai u bën thirrje për të kthyer te kryqi dhe tek ajo që ai kishte vendosur, kryqi dhe mënyra se si ishte përdorur ai për t'i ndryshuar ata. Prandaj është e rëndësishme të mos i ndolikojmë gjërat, jo në një mënyrë që nuk ndihmon, por të sigurohemi vazhdimisht që e kuptojmë këtë gjë në predikimin e 1 Korintasve, që ajo letër u shkrua në një kontekst historik, në një çast të caktuar në kohë dhe si rjedhoj duhet të zbatohet në atë mënyrë. Merrni si shembull njerëz të caktuar që shkojnë te 2 Timoteu 3. Dhe dije këtë, në ditët e fundit do të vijnë kohë të vështira. Atyre u mjafton që shohin frazën ditët e fundit dhe pastaj vazhdojnë: ditët e fundit. Ua, u nisa një kozmike. Tani që jemi nxitur nga kjo frazë, mund të flasim për çfarë të duam. Jo, sepse bashkësia jon po thot, çfarë kuptimi ka ditët e fundit? Prandaj, a është ky material krejtësisht pa lidhje për Timoteun? Po këto vargje hyrëse, apo shkruan ai për një periudhë kohe, e cila është aq larg sa që ne vrasim mendjen se pse valle shkroi letrën? Pasi nëse donte me të vërtet që ajo të kishte vlerë për kishën në shekullin e 21, ndoshta duhet ta kishte vendosur në një pjesë me udhëzimin: këtë ruajini për shekullin e 21. Jo, kjo sigurisht që ishte për Timoteun, apo jo, sepse ai i tha: këta lloj njerëzish do të jenë të pranishëm. Ndërsa në vargun 5 thot: edhe nga këta largohu. Kjo duket sikur vlen drejt për Timoteun, apo jo? Sigurisht, kjo ishte drejt për drejt e zbatueshme për Timoteun. Ne duam të tregojmë njerëzve tanë që Perëndia, mbasi u foli së lashti shumë herë dhe në shumë mënyra etërve me anë të profetëve, në këto ditët e fundit na foli me anë të Birit. Këta nuk janë të dehur, siç po mendoni ju, sepse është vetëm ora e 3 e ditës, por kjo është ajo që ishte thënë nëpërmjet profetit Joel. Dhe në ditët e fundit do të ndodhë, thot Perëndia, që unë do të përhap nga fryma im mbi çdo mish. Prandaj, ne duam t'i themi bashkësisë sonë: ju duhet të kuptoni që ditët e fundit filluan me shfaqjen e Jezusit dhe do të marrin fund me kthimin e tij. Duket qartë që mes ditëve të fundit do të ketë disa ditë të fundit fare, kur të shfaqet njeriu i mëkatit dhe gjërat e tjera bashkë me të. Këtë e kuptojmë. Mirë, po a nuk shkojmë një herë atje thjesht nga që hasim një frazë që thot ditët e fundit? Ne kemi nevojë të themi: kush ishte Timoteu? Çfarë po ndodhte në Efes? Çfarë do të thoshte që gjithë këta njerëz po e braktisnin besimin? E kështu me radhë. Kështu do t'ja hapim syt bashkësisë sonë në mënyrë të mrekullueshme dhe dramatike, ndërkohë që e bëjmë këtë gjë me zell. Kjo është ajo që do të na jap korrigjimin e nevojshëm për qëndrimin: çfarë kuptimi ka kjo për mua? Çfarë kuptimi ka kjo për mua? Qëndro në vijën e shkrimit. Tani më lejoni që t'ju jap edhe disa të tjera. Kjo ka të ngjarë që të jetë vepra më e mirë e artit e shfaqur ndonjëherë nga shkëlqësia e tij, R.C. Lucas. Mendoj se kjo është e parapëlqyera e tij. Kjo gjithmonë e lë grupin gojë hapur. Po, a nuk mendoni kështu?
Dua të them se nuk mund t'i marrë lëvdatat për vete. Duket qartë që kjo është kopje, madje jo dhe aq e mirë. Kjo është një vijë. Mesazhi i kësaj është ky: qëndro në vijë. Cila është vija? Shkrimi. Në Britaninë e fund shekullit të 19 dhe fillim shekullit të 20, predikuesit ishin poshtë vijës, pra në liberalizëm. Bibla nuk ka atë kuptim, nuk thot atë gjë, mrekullit nuk janë të vërteta, Jezusi nuk është i gjallë, e kështu me radhë. Ajo që ndodhi ishte që të gjithë zbritën poshtë vijës. Vija e shkrimit vazhdon gjithë kohën. Mos zbrit poshtë asaj vije. Mos u ngjit sipër vijës. Mos thuaj se Bibla thot më tepër nga sa thot ajo për veten. Nuk dëshiroj të mërzit ndokënd. Mirë po, një nga sfidat me të cilën përballem është që disa prej vëllezërve të mi u ofrojnë vazhdimisht bashkësive të tyre gjëra të cilat duken qartë që do të jenë tonat vetëm kur të jemi në qiell. Këta vëllezër vazhdojnë të sugjerojnë atyre që, në fakt, ata mund ta kenë qiellin që tani. E kuptoj motivin e tyre kur e bëjnë këtë. E kuptoj ndjesinë e optimizmit për këtë gjë. E kuptoj dëshirën për të besuar Perëndis në këtë gjë. Mirë po, kjo, në fakt, e kalon gjithçka sipër vijës. Prandaj është absolutisht e rëndësishme që të qëndrojmë në vijë. Po, kaq mjafton për këtë pikë. E kemi bërë të qartë. Nuk ka pse t'i ndërlikoni gjërat. Prandaj mos e bëni. Informacion, udhëzim, ilustrim dhe zbatim. Le ta përmendim këtë. Në fakt, këtë mund ta bëj në dy mënyra, por tani mendova edhe për një mënyrë tjetër. Edhe nëse nuk i bën përshtypje njeriu tjetër, mua më bën. Vijën e mesit do ta bëjmë I për informacion ose udhëzim. Këtë tjetrën do ta bëjmë IL për ilustrim, ndërsa këtë tjetrën do ta bëjmë Z për zbatim. Tani më lejoni që ta bëj si diagram. Prandaj, për secilën nga këto 3 gjëra, kemi një rreth, dhe në këtë diagram ju duhet të gjeni pjesën në të cilën bivendosen të trija, dhe është pikërisht kjo pjesë. Një nga pyetjet që bëhet gjithmonë nga njerëzit, sidomos nga djemtë e rinj, është kjo: si e bën ilustrimin? Si e bën zbatimin? A jep të gjithë mësimin në fillim dhe pastaj kalon te pjesa e mbylljes? Si e përdor një ilustrim? Dhe shumë pyetje të tjera si këto. Këto janë të gjitha pyetje të mira, dhe nuk jam I sigurt nëse ka ndonjë përgjigje të shkëlqyer për to. Mirë po, qasja ime ndaj tyre ka qenë kjo. Dhe këtë nuk e kam mësuar nga diku, por mendova se diagrami ishte I dobishëm. Pra, qasja ime ndaj kësaj ka qenë gjithmonë për ndërthurjen e të trija elementeve, në vend që ta bësh në një mënyrë të coptuar, duke pasur një pjesë informacion, pastaj pjesën e ilustrimit dhe në fund pjesën e zbatimit. Ju kërkoj ndjes nëse kjo ju duket si shumë e thjeshtë dhe ju bën të ndiheni sikur po ju harxoj kohën kot. Ndoshta mund të flasim më shumë për disa prej këtyre gjërave. Tani më lejoni që thjesht të them një gjë tjetër, dhe pastaj mendoj se do të kalojmë te pyetjet dhe përgjigjet, sepse po lodhem nga vetë tingulli I zërit tim. Dhe jam I sigurt që edhe ju duhet të jeni të lodhur. Mbrëm, kur po binim në shtrat, I thash diçka gruas sime, pasi ajo kishte qenë me mua në konferencë. Dhe ajo më tha se kishte një dhimbje të tmerrshme koke. Prandaj unë ja ktheva: si ndodhi që të zuri dhimbja? Ajo tha: sepse të dëgjova ty gjithë ditën. Kjo ishte arsyeja. Prandaj nuk dëshiroj që edhe ju të ndiheni një lloj si ajo. Studimi dhe përgatitja për predikim. Ja diçka tjetër. Njerëzit thonë: si I qasesh studimit të Biblës dhe përgatitjes së predikimit? Si arrin atje? Kjo nuk është unike vetëm për mua. Këtë e keni parë gjithandej. Mirë po, për ata prej jush që nuk e kanë hasur kur këtë gjë, më lejoni që thjesht t'ju them se cila është qasja ime. Këtë ma ka mësuar një burr I quajtur Leith Samuel, I cili tani është në qiell. Mendoj se ai e mori këtë nga dikush I quajtur Griffith. Se nga e mori zoti Griffith nuk e di, por ndoshta një nga antarët e bashkësisë suaj do të na e thotë. Gjithsesi, ju shkoni te pasazhi. Dhe nëse keni mundësi të shkoni te teksti origjinal në greqisht, kjo është mirë gjithashtu. Unë di hebraisht aq sa për të recituar alfabetin. Hebraishtja nuk më tërhoqi kurrë. Nuk jam studiues I gjuhëve. Pak prej nesh janë linguist, dhe ju që jeni, ndoshta do të na tregoni për këtë gjë më vonë. Por shumica prej nesh ja kanë dalë të kenë një njohuri bazë të këtyre gjuhëve. Megjithatë, ne jemi ende shumë të varur te studiuesit. Pak prej nesh janë studiues. Sigurisht që unë nuk jam I tillë. Mirë po, të paktën kur e hap tekstin, e dalloj alfën nga gama dhe di edhe disa gjëra të tjera. Gjithsesi, ju shkoni te teksti dhe e lexoni atë. Pastaj e zbrazni veten nga çdo mendim. Kështu pra, teksti ynë këtë mëngjes është fjala e Zotit që ju drejtua Joelit, birit të Pethuelit. Dëgjoni këtë o pleq. Dëgjoni ju të gjithë banor të vendit. A ka ndodhur vallë një gjë e tillë në ditët tuaja apo në ditët e etërve tuaj?
tregoja një bijve tuaj, dhe bijt tuaj bijve të tyre, dhe bijt e tyre brezit tjetër. Atë që la krimbi e hëngri karkaleci, atë që la karkaleci e hëngri larva e karkalecit, atë që la larva e hëngri bulkthi. Zgjohuni, o të dehur, dhe qani. Këtë mëngjes do të merremi me 5 vargjet e para të Joelit. Ju tani i keni lexuar ato dhe do ta zbrazni veten tuaj nga çdo mendim. Për shumicën prej jush, kjo tashmë ka ndodhur, gjë e cila, në fakt, është lajm shumë i mirë, sepse tani e kemi përfunduar pjesën e parë të ushtrimit. Prandaj kur gruaja juaj të vijë me një kafe dhe t'ju pyes, si po të shkon, ju mund t'i thoni, shkëlqyeshëm, e mbarova pjesën e parë, sapo e kam zbrazur veten nga çdo mendim. Ajo ju thot, po ti nuk je as një minutë që erdhe këtu. Dhe ju i thoni, mos më lodh tani, më sill kafen. Ju pra e zbrazni veten nga çdo mendim, dhe pastaj lexoni dhe mbusheni. Pra lexoni dhe mbusheni. Me qira fjala, ajo që bëj unë në lidhje me zbrazjen e vetes nga çdo mendim, është që shkruaj çdo gjë që më vjen në mendje. Shumë prej tyre më duhet t'i hedh tej me një herë, sepse nuk mund të mendoj gjëra të tilla. Shkruaj çdo gjë, këngë, shënime, referenca, citate, anekdota. Çfarëdo që të jetë, unë e shkruaj. Çdo gjë që mund të duket e dobishme. Në disa raste mund të shfaqet me një herë një farë strukture, një lloj skeleti për t'ju qasur tekstit. Kjo nis të formohet me një herë dhe ju jeni në gjendje për ta shkruar atë. Edhe pas 2 ditësh, kjo gjë mbetet pikërisht struktura që përdorni. Pra, kjo ndodh ndonjëherë dhe është shumë e mrekullueshme kur ndodh, sepse tashmë keni një vijë në tekst. Dhe unë këtë kërkoj gjithmonë. Nuk po kërkoj ndonjë skicë, po kërkoj çelësin që hap derën e tekstit. Unë e zbraz veten nga çdo mendim. Kjo është ajo që bëj. U tregova pak sa shakaxhi me këtë pikë, nuk e kam për qëllim. Ky është një ushtrim i rëndësishëm. Duhet të kemi informacion për sfondin, dhe këtë informacion kemi mundësi për ta shfrytëzuar. Pastaj, kur lexojmë dhe mbushemi, në thelb po lexojmë tekstin, dhe për tekstin aq sa kemi mundësi dhe në varësi të kohës. Sapo të kemi nisur të grumbullojmë materialin, pra sapo të kemi nisur ta kuptoj disi tekstin, duke kuptuar se çfarë vendi zë ai në skemën e qëllimeve të Perëndis, veçoj prej tij çdo zbulim me të cilin do të më duhet të merrem tepër qëllimisht çfarëdo që të jetë. Pra, kur nis ta mbledh atë material bashk, material të cilin e kam gjithandej në shumë copa letra me shënime, atëherë kaloj nga ajo fazë në procesin tim të radhës, që është ta shpreh veten qartë me shkrim. Në fillim, për ta shprehur veten qartë me shkrim, përdorja një proces me 2 faza. Sot, procesi priret të ketë vetëm një fazë. Megjithatë, nëse e mbaj si proces me 2 faza, do të kem më tepër dobi. Me këtë dua të them se, sikurse në shumicën e punëve, sa më tepër të jemi në gjendje për ta punuar dhe për ta ripunuar materialin, aq më tepër qartësi do të kemi. Dhe sa më shumë qartësi që të kemi, aq më tepër do ta pëlqejnë dëgjuesit tanë. Pjesa e arsyes pse mund ta heqim njën nga hapat është eksperienca, por mund të jetë edhe tirania e kohës. Po ashtu ne mund të jemi duke e mashtruar veten që jemi në gjendje për t'i hequr hapat, kur realisht mund të mos jemi duke e trajtuar mirë tekstin dhe dëgjuesin. Prandaj duhet të tregohemi të pamëshirshëm me veten në këtë pikë. Me këtë dua të them që në shkrimin e parë të qartësisë mund të mos keme ende një skelet për strukturën e predikimit tim. Megjithatë, unë duhet të vazhdoj dhe ta mbuloj gjithë materialin. Pastaj kthehem sërish dhe tani do t'i përgjërohem Perëndis. Më ndihmo që ta coptoj gjithë këtë, që të mos u hedh njerëzve copa të mëdha mishi, të cilat ata nuk do të jenë në gjendje për t'i përtypur. Më ndihmo që ta organizoj këtë ushqim në pjatë në një mënyrë që nuk e keq trajton tekstin të cilin po përpiqem që t'i shërbej. Sepse le të tregohemi të sinqertë, kushdo mund të gjejë një skicë. Dua të them se kjo ndodh. Kur keni prirjen për të gjetur të njëjtën skicë për çdo predikim, kjo e dëmton procesin e të menduarit të bashkësisë suaj, sepse tani ata nuk po mendojnë në të vërtetë. Ata thjesht e dinë se ka një titull kryesor, 2 nëntituj, një titull kryesor, 2 nëntituj. Kur flas tani në për seminare teologjike, siç bëj shpesh, bie në të lashe të mëdha për shkak të kësaj. Kjo ndodh nga që vetëm pasi ma kanë bërë pyetjen dhe i janë përgjigjur asaj gabim, zbuloj që personi që më ftoi, i cili është drejtori i departamentit të homiletikës, ka kaluar 5 javë duke u shpjeguar studentëve të tij se si duhet ta nisin një predikim. Pastaj, një student mendjendritur, duke e ditur se çfarë po bën, më bën një pyetje dhe më bën që ta shkatërroj atë që profesori i tij i ka mësuar për 5 javë me radhë. Megjithatë, ndoshta kjo është mirë për të dhe për të gjithë të interesuarit, sepse me anë të asaj që po bën, ai po u thot këtyre të rinjve:
Kjo është mënyra se si e filloni një predikim. Jo, më vjen keq, nuk mund ta thuash këtë, pasi ka raste kur mund të duash të fillosh në një mënyrë krejt të ndryshme. Ti mund të fillosh kështu. Nuk habitem fare që ajo zonjë u habit që një burr, një jude, foli me të dhe, për më tepër, që i kërkoi edhe ujë për të pirë. Dhe krejt papritur jetë Gjoni 4. Mirë po, e ke kapur vëmendjen e njerëzve thjesht duke hyrë në një pjesë të mëposhtme të tekstit. Tani do të ktheheni dhe do t'i filloni gjërat me radhë. Mirë po, nuk është ndaluar që ta nisni kështu. Nuk po përpiqemi ta bëjmë për të shkaktuar efekt. Por ndoshta, ndërsa mendojmë për zhanrin e tregimit, teksa mendojmë për narrativën dhe mënyrën se si e trajtojmë atë, ndërsa mendojmë për të gjitha këto gjëra që kur e shprehim veten qartë përmes shkrimit, mendoj se është shumë e rëndësishme që të jemi gati për të mbështetur te teksti, për t'i besuar tekstit. Ta lejojmë atë që të caktojë strukturën dhe skicën. Punë e madhe nëse nuk ka 3 fjalë që fillojnë me p apo 5 fjalë që fillojnë të gjitha me të njëjtën parashtesë. Dhe kështu t'ju duhet të shpikni në pikën e 4, thjesht për ta bërë që të funksionojë. Kur djemtë e rinj më pyesin se cili është çelësi i rrjedhshmërisë dhe qartësisë në foltore, pas vajosjes nga fryma e shenjtë, u them se është shprehja e vetvetes qartë me shkrim. Nuk mund ta them dhe ta theksoj dot më fort se kaq. Këtë do ta theksoja më tepër se çdo gjë tjetër. Nuk po tregoheni të ndershëm me veten nëse mendoni që për shkak se e keni disi të qartë në mendjen tuaj, mund të kalonin nga një kuptim relativisht i qartë në mendjen tuaj te një verbalizim me sintaks të përsosur, duke i përdorur si duhet fjalët, frazat e kështu me radhë. 1 në 5.000 burra mund ta bëj këtë, por ne të tjerët nuk mundemi. Prandaj duhet të bëjmë punën e vështirë. Mënyra se si e zbuloni nëse ka një far kuptimi është duke e shkruar dhe duke e lexuar. Ju shkruani një paragraf, shkëputeni për pak, ktheheni, e lexoni dhe thoni: "Oh, çfarë është kjo vallë? Kjo është për të ardhur keq." Mirë po, ju e kuptoni që nëse nuk do ta kishit shkruar, tani do t'ja thoshit atë bashkësisë suaj. Tani është e diel, ora 9:45. Sapo e the paragrafin, kur një si sinjal alarmi të ra në mendje dhe të tha: "Oh, kjo është për të ardhur keq." Prandaj në këtë çast po mendojmë për të gjitha ato gjëra. Tani kthehesh. "Oh, nuk ja dola që ta ulja avionin. Më vjen keq, po shkojmë rreth e rreth." Në rregull, ktheje, po kthehemi sërish. Bashkësisë i duhet të presë që të kthehet sërish. Dakor, prisni një minutë. Ajo që po përpiqem të them është, jo se po përpiqesha ta bëja, por po shkojmë sërish rreth e rreth. Personi normal në bashkësi po mendon: a përgatitet ky tipi? Nëse unë do të bëja një prezantim të tillë shitjesh, do të më nxjerrnin jashtë për 5 sekonda. Çfarë mendon ai se po bën? Ke ardhur këtu që të praktikosh me mua? E po, nëse ti vet nuk e kupton, mos dil përpara. Nëse ti nuk e ke të qartë, mos na mundo edhe ne duke dalë aty përpara dhe duke treguar paditurinë tënde, që të gjithë ta shijojnë ose ta durojnë. Gjatë 5 viteve të para të shërbesës suaj, ju duhet i shkruani predikimet tuaja. Pra, shkruajini predikimet tuaja gjatë 5 viteve të para të shërbesës. Unë nisa ta bëja këtë në vitin 1975 dhe ende vazhdoj ta bëj. Unë shkruaj një dorëshkrim të plot për çdo predikim që bëj. Tani, pse e bëj këtë gjë? Sepse duhet? Jo. Thjesht nga që kjo disiplinë më është ngulitur. Sepse, sërish, kam frikë nga ajo që tham herën e fundit. Koha për të qenë tepër të friksuar është koha kur çoheni dhe thoni gjëra pa pasur asgjë për të thënë. Nëse keni ndonjë aftësi të natyrshme për të folur, si dhe një farë dhuntie frymërore, mund t'ja hidhni për një kohë shumë të gjatë, për aq kohë sa keni një bashkësi që i mungon dallimi. Prandaj duhet të keni vetë disiplinim dhe të thoni: nuk ka rëndësi se kush mendon se e keni mbaruar përgatitjen. Nuk keni mbaruar, sepse nuk e keni shprehur veten qartë me shkrim. Pra nuk e keni mbaruar punën. Zbrazeni veten nga çdo mendim. Mbushuni duke lexuar. Shpreheni veten qartë me shkrim. Përgatituni duke u lutur. Përgatituni duke u lutur. Kjo nuk do të thotë që të lutem vetëm teksa mendoj, lexoj dhe shkruaj, por edhe që të lutem pasi ta kem mbaruar të gjithën. A nuk thot John Scotti në librin e tij me titull Mes dy botëve, Between Two Worlds, se ai gjithmonë i kalon në gjunjë çastet e fundit të përgatitjes? Ai qëndron qëllimshëm në një pozicion të tillë. Ose pasi i ka mbaruar të gjitha shënimet e tij dhe po bën nënvizimet, ai e merr librin dhe e vendos në karrigen e tij. Pastaj ulet në gjunjë përpara karriges dhe kështu e bën nënvizimin. Mendoj se kjo është një disiplinë e mirë për aq kohë sa është shprehja e qëndrimit të zemrave tona. Sepse kur i lexoni ato gjëra dhe thoni me vete,
Nëse Perëndia nuk vjen dhe të fryjë me frymën e tij, nuk e di se si mund të ndodhë ndonjë gjë. Zoti Jezus, kam bërë çmos, por me sinqeritet e lexova për herë të pestë këtë mëngjes dhe kishte disa pika të cilat vërtet më trazuan. Shembulli me picën ishte i goditur. Ideja që kisha për majmunin gjithashtu, por pjesa tjetër e kuptoni se çfarë po them. Ju e dini që jeni në vështirësi kur e shihni materialin e predikimit tuaj dhe mendoni se ilustrimet tuaja do të jenë pikat më të goditura. Ju shihni shënimet tuaja, shihni nga bashkësia dhe thoni: "E po, dakord, kemi edhe dy faqe derisa të arrijmë te historia prekëse që kam për qenin e ngordhur në shinat e trenit." E di që ajo gjithmonë i bën njerëzit për të qarë. Oh, e paske përdorur edhe atë histori? Zbrazeni veten nga çdo mendim, mbushuni plot duke lexuar. Shpreheni veten qartë me shkrim. Përgatituni duke u lutur. Dilni në foltore dhe harrojeni veten. Harrojeni veten. Përgatiteni veten dhe harrojeni. Kohët më të këqija janë ato kur e dëgjojmë veten duke folur. Koha më e mirë është kur nuk mund ta dëgjojmë dot veten duke folur. Mendoni për ngarjen e biçikletës. Nëse ju them, ja një biçikletë, shko dhe ngite, ju thjesht hipni dhe ngisni apo jo? Ka kaluar shumë kohë gjatë që kurse i dhat biçikletës për herë të parë. Atëherë ju thoshit: "E po, cilën këmbë të vendos të parën në pedale? A të filloj këtu lart dhe ta shtyj për poshtë, apo të filloj këtu poshtë? Çfarë të bëj? A mund ta mbash këtë?" Këto janë të gjitha në të shkuarën. Tani ju thjesht i hipni biçikletës dhe e ngisni. Nuk mendoni për këtë gjë. Kështu keni mundësi që të vazhdoni. Ja pse një lojtar golfi e ka të ngulitur në mendje mënyrën e gjuajtjes së topit. Ai afrohet dhe nuk mendon fare për veten, kurse ne të tjerët paralizohemi si nga frika e vdekjes. Kur praktikojmë gjuajtjen, dukemi si mos më keq. Ne e praktikojmë. Oh, mirë. Duket që keni një nga praktikat më të mira në mbar vendin. Mirë. Dëshironi që ta provoni me një top përpara meje? Kur krejt papritur, duke qenë se truri ju dërgon sinjale dhe ju thot: "Hera e parë, topi thjesht duket aty." Ky është problemi i madh, sepse pa topin mund ta bind veten që ajo goditje, nëse do të kishte pasur një top përpara meje, sigurisht që do të kishte fluturuar diku te 285 metra tej, me një lëvizje të harkuar, dhe do të kishte përfunduar në pozicionin e përsosur dhe nuk do të më duhen më shumë se 8 apo 9 goditje brenda fushës së lojës. Po, e kuptojmë, por aty ka një top. Ne duhet i kërkojmë Zotit Jezus që të na ndihmojë për ta harruar veten tonë në foltore. Ji vetvetja dhe harroje veten. Ti je ai që je, ke ADN-n tënde. Perëndia të bëri pikërisht ashtu si deshi. Ai e planifikoi jetën tënde. I qeverisi hapat e tu me provanin e tij. Të bëri të kesh gjithë ato përjetime. Të vendosi në një vend të caktuar për këtë kohë. Ai nuk dëshiron që të jesh dikush tjetër, askush tjetër përveç vetvetes. Ne mund të mësojmë nga njëri tjetri, si në rastin kur shohim dikë që e bën diçka shkëlqyeshëm dhe themi: "Cilat janë parimet që mund të mësojnë nga ajo gjë?" Sigurisht që mund të mësojmë ato parime, por ne nuk e imitojmë njëri tjetrin.